në ditën e parë pas ditës zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës. KQZ njofton për procesin që do të zhvillohet gjatë ditëve në vazhdim në 38 qendrat komunale të numërimit dhe në qendra numërimit dhe të rezultateve. Sa i përket pjesës së parë, do të thotë lidhur me aktivitetet në qendrat komunale të numërimit, ju njoftojmë si në vjen. Pas përfundimit të procesit të votimit në 2498 vendvotime të rregullta, është përmbyllur procesi i numërimit të votave të subjekteve politike dhe pas përfundimit, do të thotë, procedurave të tjera, materialet zgjedhore nga 949 qendrat votimit janë tërhequr dhe dërguar në 38 qendra komunale të numërimit. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, numërimi i fletvotimeve të subjekteve politike, pra nga zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës, bëhet në vendvotim pasi të përfundojë procesi i votimit. Ndërkaq numërimi i votave të kandidatëve për deputet bëhet në qendra komunale të numërimit. Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletvotimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat do të punohet në 2 orare. Sipas vendimit të KQZ-s në këto qendra, do të angazhohen më shumë se 2200 anëtar në kuadër të 508 ekipeve të numërimit, të cilët përfaqësojnë subjekte të ndryshme politike pjesëmarrëse në proces zgjedhor. Numërimi i votave të kandidatëve dhe verifikimi i rezultateve do të bëhet duke ofruar transparencë të plotë dhe në platformën e rezultateve të KQZ-s do të publikohen këto të dhëna në mënyrë progresive vendvotim pas vendvotimi. Sipas planifikimeve, verifikimi dhe numërimi para ditën e së hënës ka filluar në qendrat komunale të numërimit të 15 komunave: Leposavić, Novobërd, Obiliq, Shtime, Shtërpc, Zubin Potok, Zveçan, Junik, Mamush, Hani e Lezit, Graçanis, Ranilug, Partesh, Klokot dhe Mitrovice Veriun. Ndërkaq pas dite, aktivitetet do të fillojnë në qendrat komunale të 23 komunave të tjera, të cilat do të janë Deçan, Gjakov, Vlogoc, Gjilan, Dragash, Istog, Kaçanik, Klin, Fushkosov, Kamenic, Mitrovice Jugut, Lipjan, Rahovec, Pej, Podujev, Prishtin, Prizren, Skënderaj, Suarek, Ferizaj, Viti, Mushtri dhe Malishev. Ndërkaq, sa i përket aktiviteteve nga qendra numërimit dhe të rezultateve, njoftojmë se në vazhdim. Përveç organizimit të votimit në 2498 vendvotime të rregullta, KQZ gjatë këtij procesi zgjedhor ka mundësuar votimin me kusht në 38 qendra votimi me 52 vendvotime, votimin jashtë vendvotimeve përmes ekipeve mobile për votuesit me nevoja të veçanta dhe votimin jashtë Kosovës në përfaqësitë diplomatike si dhe përmes postës. Sipas të dhënave preliminare, nga 52 vendvotime me kusht në 38 komuna të vendit, në përgjithësi janë evidentuar 8751 votues të regjistruar për të votuar me kusht, kurse në programin e votimit të persona me nevoja të veçanta kanë qenë të regjistruar 3144 votues. Nga votimi jashtë Kosovës, përkatësisht nga votimi në 30 përfaqësi diplomatike, nga 27724 shtetasit të regjistruar, kanë votuar 22414 prej tyre, apo 80.85%. Ndërkaq, nga votimi përmes postës, numri përgjithshëm i votuesve të regjistruar është 104.480. Nga ky lloj votimi, KQZ ende nuk ka të dhënat përfundimtare për numrin e pakove me fletvotime, pasi ende nuk ka përfunduar tërheqja e tyre nga kutitë postare. Sipas të dhënave preliminare, deri në orën 16 të ditës së sotme, nga më shumë se 20 kuti postare të vendosura do të thotë në shtete të ndryshme të botës, janë tërhequr 84.832 pako të supozuara me fletvotime. Sipas procedurave, para fillimit të numërimit të fletvotimeve nga këto lloje të votimit, KQZ do të bëjë skanimin e listave të votuesve të cilat janë përdorur në vendvotime. Ky skanim ndihmon KQZ-n që të verifikojë nëse ka ndonjë rast të votimit të dyfisht. Gjithashtu, pas tërheqjes së fletvotimeve pas tërheqjes së fletvotimeve nga votime me postë,
do të bëhet verifikimi i tyre, pra nëse janë dërguar nga votuesit e regjistruar. Pra, këto janë disa nga aktivitetet të cilat do të kryen brenda disa ditëve në qendrën e numërimit dhe të rezultateve për të bërë i mundur fillimi i numërimit të votave apo i flet votimeve që i takojnë votimit me kusht të persona me nevoja të veçanta dhe votimit jashtë Kosovës. Pra, këto janë të dhënat nga aktivitetet e KSZ-s një ditë pas ditës zgjedhjeve dhe që do të pasojnë ditët në vazhdim. Sa i përket procesit të numërimit të votave të kandidatëve për deputet, për të adresuar problemet të cilat kanë qenë të evidentuara në qendrat komunale të numërimit gjatë numërimit të votave të kandidatëve për deputet në disa nga qendrat komunale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë masa në drejtim të përmirësimit të furnizës regulative dhe në aktën e ligjore është paraqur një mekanizëm i cili është mekanizëm shtesë kontrolli i procesit të numërimit të fletvotimeve. Konkretisht, është paraqur që pas pranimit të materialeve zgjedhore nga qendrat komunale të numërimit, KSZ vlerëson situatën dhe sipas nevojës mund të vendosë rinumërimin deri në 10% të vendvotimeve të përzgjedhura në mënyrë të rastësishme. Do thotë ky mekanizëm kontrolli konsiderojmë që i shërben saktësisë numërimit të votave të kandidatëve për deputet dhe ka natyrisht qëllim të shtoj kujdesin dhe besueshmëri në rezultatet e zgjedhjeve. Përfundimi i procesit të numërimit të votave të kandidatëve për deputet nuk do të bëhet në të njëjtën ditë në të gjitha qendrat komunale të numërimit, sepse kjo varet nga numri i vendvotimeve dhe ekipet numëruese që janë në një QKN të caktuar. Brenda disa ditëve besojmë që ky proces do të arrijë të përmbyllet në 38 qendra komunale të numërimit. Disa prej tyre që kanë numër të vogël të vendvotimeve, brenda 3 apo 4 ditësh mund të arrijnë ta përmbyllin këtë proces. Ndërkaq të tjera natyrisht do të kohë më e madhe. Sa i përket tërheqjes së pakove me fletvotime të supozuara nga jashtë vendit në kutitë postare, pra që i takojnë votimit përmes postës, kjo do të bëhet gjatë këtyre ditëve, ato do të sillen në vendin tonë. Tashmë, edhe siç e prezantova, pjesa më e madhe e këtyre pakove është tërhequr nga kutitë postare, pra nga vendi ku votuesit i kanë dërguar dhe mbetet që ato të sillen në Kosovë nga përmes operatorit ekonomik. Procesi i radhës pasi të sillen në Kosovë do të jetë verifikimi apo vlerësimi i tyre nëse janë dërguar nga votuesit e regjistruar, pra të pranuar nga KSZ gjatë procesit të regjistrimit. Dhe pyetja tjetër, për numërimin e votave me kusht, votave të persona me nevoja të veçanta dhe votave nga votimi jashtë vendit, duhet që të përmbyllen disa aktivitete në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Një nga to është skanimi i listave të votuesve, pra ku qytetarët janë nënshkruar që kanë marrë pjesë në procesin e votimit. Kjo ja mundëson KSZ-s që të sigurohet se nuk ka pasur votim të dyfisht. Në ato raste kur vërtetohet se ka pasur votim të dyfisht, atëherë pakoja me fletvotimin nga votimi me kusht nuk përfshihet në procesin e numërimit. Dhe gjithashtu, numërimi i votave nga jashtë vendit do të bëhet ashtu siç e shpjegova më herët pas procesit të verifikimit. Për ta shpjeguar, ndoshta nuk do të zgjatem shumë, por pas ditës së zgjedhjeve të gjitha aktivitetet që zhvillohen nga ana e KSZ-s përqendrohen në 38 qendra komunale të numërimit dhe në qendrat e numërimit dhe të rezultateve. Në qendrat komunale të numërimit do të bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vendvotime, si dhe do të bëhet numërimi i votave të kandidatëve për deputet. Ndërkaq në qendrën e numërimit dhe të rezultateve në afërsitë e Prishtinës do të bëhet numërimi i fletvotimeve nga ato lloje të votimit siç janë me postë pra jashtë Kosovës, në përfaqësi diplomatike, nga votimi persona me nevoja të veçanta dhe nga votimi me kusht. Si dhe në këtë qendër gjithashtu planifikohet të bëhet rinumërimi deri në 10% i vendvotimeve për të cilat do të vendosë KSZ si mas kontrolli për cilësinë e numërimit në qendra komunale të numërimit. Pra, në përgjithësi, të gjitha këto aktivitete në këto 38 qendra komunale të numërimit, si dhe në QNR, do të zhvillohen në mënyrë që të arrijmë deri tek shpallja e rezultateve përfundimtare. Sipas planifikimeve të vendosura nga ana e KSZ-s
në planin e aktiviteteve të miratuara qysh në fillim të këtij procesi zgjedhor, në rast se nuk ka ankesa, shpallja e rezultateve përfundimtare planifikohet të bëhet deri më datën 26 qershor. Pra kjo është parashikim apo planifikim në planin operacional të aktiviteteve të KSZ-s. Ndërkaq certifikimi i rezultateve përfundimtare dhe njëkohësisht përmbyllja e procesit zgjedhor planifikohet të bëhet deri më datën 6 korrik. Duhet ta sqarojmë se këto janë vetëm planifikime, sepse krejt kjo varet nga ecuria e aktiviteteve dinamike që zhvillohen në këto qendra. Gjithashtu, me shpalljes së rezultateve përfundimtare dhe certifikimit ka një proces ankimor i cili duhet të zhvillohet në institucione të ndryshme, siç është PZAP dhe Gjykata Supreme. Do thotë këto janë vetëm planifikime të cilat marrin parasysh të drejtën subjekteve dhe kandidatëve për paraqitjet e ankesave, afatet kohore, si dhe përvojën nga proceset e kaluara zgjedhore. Por e theksojmë që këto janë vetëm planifikime në planin operacional të KSZ-s të miratuara në fillim të këtij procesi zgjedhor.